Ndalemi tek pjesa e ekskluzivitetit, ndalemi tek Dafina Zeqiri, ku ishe në shtëpinë e saj, po thuaj që për herën e parë ndonjë kamerë u fut në shtëpinë e saj, ishte kamera e emisionit Një kafe me Labin. Gjithmonë Dafina ka qenë dhe është pjesë e jona, ekskluzivitetet, sidomos gjithmonë në ka dhuruar neve. Është mirë kur keni bashkëpunim edhe keni mikesht të tillë. Mikpritja si ke? Mikpritja shumë e mirë, në kalut edhe buk në hongër, po s'ke mund, nuk se më mund. Pos kësaj Dafina gjatë intervistës foli edhe për projektet e kalume, tu e di që nuk ka bo intervist për një kohë shumë gjatë Dafina Zeqiri. Ajo gjithashtu na tregoj se a e ka morë edhe puthin e Shën Valentinit. A kish marrë ajo? E tash mbetet qijet në storje. Pos kësaj e ka këndu edhe një pjesë të një refrenit një kongës të s'keni me pa edhe vetë, dhe shumë pyetje tjera, projektet e saj janë vazhdim. Visar, Dafina është shumë e mirë në kuzhinë, nuk e di e den. Valla po e kom pa, dhe makaronat mira i kishë bëhe dhe. Se është shumë e mirë në kuzhinë, është e vyme në kuzhinë. Mbi gjitha, e ndjekim storjen, është storja pak ma e gjatë krasim prej herave tjera, kështu që është pak ma e gjatë për shkak se ja vlen, të bëhet edhe ma e gjatë, sepse Dafinën e dëni, edhe keni kërkuar që të sa, edhe u munduam t'ju sjellim, por pasi që kur jemi këtu të Dafina, unë kisha dashur që mi të rregu shikuesve për shkak se për hir të 17 shkurtit të pavarësisë së Kosovës, për vjetorit të 7 pavarësisë së Kosovës, unë isha bashkë me Ledrin, me Ponin, me Sinan Hoxhën, me Stupsat, edhe Bayram Gigollin edhe Letën në Bruxelles, edhe pse kam thënë që atë material unë do ta përgatiti që këtë javë në kuadër të misionit Një kafe me Labin ta transmetoj, për shkak të situatës së ngjarjes që ndodhi, patjetër që nuk kishim mundësia të sillë, do ta sjellim javën tjetër. Një falënderim shumë të madh për Diamant Hasanin dhe Hasan Sinanin për organizimin për gjithçka. 2500 veta me qenë mrenda një sallë, o konë gjithçka 2500 veta në sallë. Po edhe plus, çka vjen theksohet se bashkë data 17, dhe me thonë i ka ra atë natë, dhe me thonë edhe pse kanë pas punë krejt, kanë qenë ai numër i madh. Si do që tjetë, tani këto momente, vjen Dafina Zeqiri bashkë me Visar Kalludrën duke sjellur ekskluzivitete këtu tek emisioni Ekskluziviteteve Një kafe me Labin. Put it down with it, put it down with it. Comes on, he got me. Comes on, he got me. Said I told him I am. Said I told him I am. Dafin, faleminderit që na pranove intervistën me bu në shtëpinë tënde. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjatëm. Dafin, ka kuj që s'ke dhënë intervista, edhe atë ka marrë malli për intervista? Pak po, me tregu drejt, më ka marrë malli edhe pse se ku mendu kohën që ka kalu kaq gjatë pa jep intervistë, kemi qenë shumë të angazhume edhe ka icë koha shumë shpejt. Veç që tash për vrej, kur jemi ullëm këto që për një mem ati s'kum komuniku me një gazetarë, kështu që po vjen shumë mirë. Po vjen mirë dhe unë që ty të kam protagoniste ka t'javë, dhe dje ke lansu dhe projektin Matri, shumë qef, i cili i ka marrë atë komentet e para dhe atë vrullin e parë. Në klikime, në pëlqime, postimet ndryshme për njerëz edhe pesho që po pëlqejet. Sa ka zot realizimi, bashkëpunimi, a je e knasën si shka dollë klipi? Unë jam këtë projektin përgjithësi. E falenderoj shumë Max Production mas pari, sepse nuk është hera e po që të bashkëpunojmë, edhe ne kur bashkëpunojmë e bim krejt idejat bashkë në tavullin dhe nuk merë shumë kohë. Une muj me të regu që neve ne o ka marrë 2 ditë kohë, 1 ditë të gjysë, që ashtu dhe shka me gjiru kretë klipin, po e kemi pas edhe ekipin shumë të fuqishëm, kina pas Kacin, Selman, Lijen, edhe të gjithë kanë qenë on set, dhe edhe pse unë isha me virus, isha me këtë gripin të bukur, të mrekullueshme, që ne o ka e kanë marrë krejt Prishtinën, po më doket me një... Krejt njëjt jemi. Krejt njëjt.
kemi pas edhe mjek aty jo nëset me tregu drejt të jap infuzion, njëkohësisht të më shminku, kështu që pata pak frikë që kam u vrejt pak në klip në dashtë në ftyrë që jam i lodhun ose jam pa qef, po nuk ndodhi ajo, infuzionin anë e moj shumë edhe cilë ma kështu që... Fatmirësisht. Fatmirësisht dulë shumë mirë. Mirë shumë. Mu po më interesën munalt të dy bashkëpunimet me Gjekon. Yes. Sa je e knaqën e me suksesin e këtyne dy bashkëpunimeve? Unë jam e knaqën shumë, këto janë dy kongë pak më hip-hop, përzime pak me underground hip-hop, pak R&B. Kështu që s'ka kur gjo commercial të bëjmë me qëto dy kongë. Këto dy kongë jënë bo ma shumë, më së thamë për qefin tondë. O bo për qefin tondë edhe unë për veti ku më dalë shumë me knaqë, në fansat i ka pëlqy shumë. Edhe familjes edhe shushnis që e kam kështu në Prishtinë edhe në Tiranë që e ngojnë qatë muzikën. E ka pëlqy shumë. Po e kom ditë që ka nga shumë qef, ka me marrë ma shumë dhe mendje, se është e përzime. është e përzime dhe është pak ma, keshtu thonë, open-minded këngë. është edhe teksti shqip, edhe pse nuk është që s'kam qef me i pas këngët me teksti shqip, se shumicën e këngëve janë në anglisht, për shkak se unë e krejt këngët i kom komponu vjetë melodike dhe tekstet. E ka njerë kur për shkruj tekstin në anglisht, po del qaq mirë teksti që kur po këshirë me përkthy tekstin në shqip, nuk po hupa jo, nuk po del njejt. Kështu që kena vendus me ekip që vazhdimisht tash kur e boj demot në studio, ka me bo vish vje melodike edhe në qëllë se m'bjen me për nga tekst shumë të mirë anglisht, më kanë thonë djetë në likisht atë mos shkruja, tha mos shkruj se tani kur për shkru në anglisht ndodhë na e konë që s'po mund është tani me pa me tekst shqip dhe ashtu kena bu me kongën shumë qef. Big Bang i ka po beatin, inqizimin, miksimin, masterin dhe tekstin i ka bu Niti, cili edhe i ka bu tekstin e Time Out-it. Kjo bashkëpunu edhe në projekte tjera? Edhe në projekte tjera, vjo melodike si kur çdo projekt deri me tani që mos thonë që 3 vitet të fundit që tha kongë që e kom lancu janë me vja melodike që unë e kom punu dhe tekstit anglisht. Po kemi dalë shumë të knaqën, është një kongë pak ma provokativ, kemi vendos me i përdor do fjallë që përdoren shumë jetën e përditshme. Në jetën e përditshme, edhe pse neve pak në ka duk pak funny do fjallë, po jam shumë e knaqën me projekt, jam e knaqën me klip, kam një besim shumë të madhe edhe tek Max Production edhe te montazherit të në cilë të kam shumë shok, që gjithë qysh kam ndalë më montazhe edhe klipi shumë bukur, edhe pse ata tash e kanë marrë edhe një kamerë 3, Red Dragon, jemi kanë shumë excited me provu tash projektin e parë në 2015-ës. Ku klipet e artistëve jashtë vendit edhe nuk gjykohen. Nuk gjykohen, as tekstit të tyre nuk gjykohen, as videoklipi, as kur gjo. E tash paka shumë e kemi thy këtë tabu këto në Kosovë dhe në mënoj që nuk është ne me artiste dhe me zhandrin e muzikës që e boj one për shtatet ka paka, për dhe najherë me pas në klip thjesht, najherë me pas në klip pak ma provokativi, pse jo. Në Instagram i ke pytë fansat se a jem për pjesën e tretë me Gjekon. Po. Edhe, a ke njetë me bo projektin e tretë bashkë me të, bashkëpunimin e tretë? Jo, s'ka me pas bashkëpunim për momentin me vazhdim me Gjekon. Ne e kemi postu për me pa reagimin e fansave, me kënd kishim pas qef me vazhdu bashkëpunimi, edhe pse ne kemi pas në plan me bo surprizën tonë, me qitë projektin e tretë, krejt vetë edhe klip vetë, konga krejt vetë pas një bashkëpunim. Kështu që ajo kanë thjesht me këshirë pak edhe mendimin e tyre,
Po, aty vazhdimisht o përmeni, me në cilët kemi bu bashkëpunim shumë herë, kështu që ne vendosëm me alëshu këtë surprizën e kongës shumë qef. Shumë qef që e bune vetë. E kemi bu vetë, vendosëm mos me pas statista, mos me pas kërkon tjetër në klip përveç meje. Dafin, a ka ndonjë projekt muzikur që flet për jetën tonë personale? Që e ke bo ekstra për jetën tonë personale? Po, ka plot. Dhe me thonë njën të shumë. Ta shkon cilët unë e kom komponu normalisht janë krejt true story. Janë gjona që e kom përjetu ose kom pas qef me përjetu. Një ndër favoritat që janë tekst për jetesat e mia që e kom pas gjatë karrierës është konga Time Out, cilën e kam shumë për zemër. Më pëlqen edhe mënyrën që unë e kom kënu në kongë. është një kongë që unë e veçoj shumë. Dhe tani kemi edhe plot tekste tjerë, cilat e kom bo. Faktikisht du m'ja zbulu një farë surprizët vogël, këto për herë të parë, te jo. Hajde. Verës e kam një projekt, po mëna janë edhe një 3 projekte që janë që jemi Duke punu për to? jena to e pregatit për para verës dhe gjatë verës, një 3-4 projekte. Njëra për ty në është një projekt cilën unë e kom punu vetë, bashkë me Astrid Staffen, pak se freestyle e kemi bu projektin, dhe atë projekt kam jetë në gjuhën angleze, dhe ajo është true story. Tekstet anglisht cilën e përmana dhe ma herët janë tekstet cilët unë e kom shkujt vetë, normalisht kërë shkoj dhe tekstin vetë, shprejna për naj përjetesa, naj sen që kom kalu, se i kalen në qato momente, kështu që edhe ajo projekt gjatë verës që ka me dalë, është një projekt, një kongë cilën unë e veçoj shumë, edhe më pëlqen shumë dhe besoj që shumë kam ju pëlqiju edhe publikut. Mirë shumë. S'po të pyesë ma shumë detaje, mjaftojnë këto, po presim surprizë. Kena qef me na surprizu Dafina. Dafin, cili mendon që është suksesi yt më i madh muzikë? Suksesi më i madh. Me të cilën burrësh edhe vetë? Suksesi më i madh. Një ndër sukseset më të mëdhajat, ku unë edhe mendoj që ja fillova me ecë në drejtimin ku Where I Belong, është Amazing Girl. është konga Amazing Girl. Unë qatë kongë du shumë. është një kongë cilën i ka komponu, po më nëjtë një melodik i ka bo Stine, tekstin i ka bo Ledri, dhe aranjmanin i ka bo Enis Presheva. Menzi s'kom prit me bu një projekt tjilë, se në fillim karrierës, sikur në çdo vend tjetër, nuk po tham që në fillim nuk kom bu muzikë cilën njëm përshtat qasaj zhandrit, për shumicin njëm kanë edhe, mos thëm, pak ma shumë commercial prej stilit tem. Edhe nashta stilin e veshjes ka njëherë ka ndodhë që jam imponu prej rrethit që duhesh me vesh fustan, duhesh me bu flok kaqurela, mili bust koq, stikla dhe po ashtu e din edhe kolegojt Labi që vesha në gjirime në fillim karrierës me patike, edhe më shteke me zërë, patike vesh stikla. Se jo mrit me shok dhe pata pak problem mi me njerë në fustanat ngushta, ma të shkurta, po ajo me kalimin e kohës, normal ndryshon edhe me mosh, po long story short, ka nga Amazing Girl e veçoj shumë për shkak se mdo këtë që është që ajo kongë që më ka shtimu në qatë rrugicën ku unë jo më di si kur Dafina Zeqiri kur kam qenë shumë ma e re në dhomen temë në Sudi kur më bëllësha me ushtru. Kështu që edhe ajo ka pas shumë sukses, më thëmë që ajo kongë u majtë një vit, fix një vit,
pa asnjë projekt tjetër të lancuar. Amazing girl. I want you in my bed. Can I get a timeout? Dangerously in love with you. Never want another one but you. Dhe atë janë ato thashe thëme që ty të kanë bo me kesh, më të shumë të jo, se që të kanë bo edhe nervoz, pse jo? Që i marrë me. Nervoz që më kanë mua te. Thashe themi që më kanë bo nervoz, muj me thonë që veç në fillim karrierës ka ndodhë që jom bo nervoz, edhe jom prek, jom mërzit, nështë edhe ka shku naj lëta, najsen. Ka shumë thashe themi që më kanë shti me kesh, njëra për ty ne u kanë, sidomos jam për lidhjet e mia private. Do thashe theme për plumin e kam djalitajës, që unë kanë lidhje me plumin, ose që unë kanë lidhje me naj shok teme, se tash unë e kam shumë shok, ma shumë shok si shoqe, dhe jemi një rreth të ngusht dhe jemi shok shumë të mirë, mos tomë si familje, dhe ne kur shihemi për qafemi shumë edhe rrim bashkë gjithmonë të njëjtit persona dhe ajo më ka shtimi ke shumë qysh s'kan mujt me dallu shoqnin prej dikujt që unë kam për një men lidhe me qatë person. Anaj sen. E ato thashe theme më ka shtimi ke shumë që thashe theme tjera janë kur jëm bo dhe thashe theme tjera, për shembull për rrugën e karrierës teme dhe unë jep informata shumë të ndryshme prej rrugës teme gjatë karrierës, dhe në tim edhe fansat e mi se ata kështu është unë kam për cilë për i fillit një karrierës, edhe ato janë që më kanë shtime që shumë. Thashe theme tjera, me tregu drejt na nuk mire me shumë fort me thashe theme as ekipa, as shoqënia, as na përgjithësi. Nuk i lejojmë as mu folin të avullin të na për naj thashe theme që ka folin e kush. Rasisht mundet me ndodh nëjherë në Instagram anaj sen që e shetin naj ka që naj kush që po shkru naj koment anaj sen diçka që s'osht as pak e vërtet. Pse i marrin informatat prej naj gazetare anaj kush që ka shpiv diçka që është si me thonë, na jemi këtu, tash për bëm intervistën, me thonë që këta ju në kanë Brezovic, si kanë bo jashtë në bora, në zana. Këtë diçka tjetë pra realiteti, kështu që ndër thashe theme që më kanë shtimu me kesh, kështu që unë e mbajmen, janë është veç thashe theme për plumin edhe për shokët e me. Kështu për thashe theme tjerë, me siguri... Si jo mirë me to. Si jo mirë me to dhe me siguri tash nuk pedin, ashtë ta ka pas shumë ose s'ka pas heq, po nuk janë që mboj nervoz. Shumë mirë. A të kanë duhet në jarë me bune e gjast pa i shumë pa doshje që të ka orë të shumë marë? Që ato gjeste ndodhen me siguri ku nuk flej. Kur kanë kalu 30-40 orë pa flejt, pa gjumë, dhe kur mundona më shprej, me naj thjanë, naj sen, ashtë ta më ka dalë krejt një tjetër sen, edhe që ajo ka mujt me ndodhë, edhe pse për mua kuptim tjetër. Krejt kuptim tjetër e kom jep, totalisht. Qash kuptim tjetër që edhe unë jom çudit me vetë vetën, po janë momente shumë funny. Edhe këto ndodhem, pse jo. Me cilën yll botëror ke qeni e dashuar kur e kom ma e re? Kam dhënë që e dashuruar. Përveç Ajlas. Ha? Përveç Ajlas. Unë po të rgoj shumë sinqerisht prej mu që ka përmbjen men kështu me njëherë është Titaniku, Leonardo DiCaprio. Edhe pse jom njoftu me Leonardo kër jom ka në Amerikë,
me Lindsay Lohan e me 2 aktor tjerë. Edhe bëjsha e gari me shoshnin, kur ja dhash dorën, kur e fula, thash bre ti shkon para 20 viteve. Ta kisha hapë në qërë. Kisha pështu, të kisha nxerr prej ujit. Po s'kom qëllu në anije. Po s'kom qëllu në anije. Se ish pështu Leonardo prej Titanikut. Ajo ka një person që edhe krejt që është njem shoqe po foli. Çdo femën që ajo kom njoftu ka një e dashurumin që atë vakt me Leonardo edhe pse sot nuk më do këtë në sen. Ka ndryshu koha tash. Shumë ka ndryshu, qatë shumë që thash jetë kisha pështu t'i shkon para sa vjetë vë, kom para 10 vjetë vë, para s'po di sa vjetë kanë kalu. Okej. Cili është udhëtimi jot më i bukur që e veçon mas shumë të jetën tonë deri tash? Tregu drejt është... Edhe pse ki shumë udhëtime? Kam shumë udhëtime, veç... është udhëtimi deri në Kosovë me tregu drejt. Unë këtu jetoj tash që një 6 vite. Si vjetë kom bo 9 vjetë karrierë, në zesë më pres dhe i vitin tjetër me bo në surpriz, në performans të veçantë për 10 vjetorin e karrierës. Ka qenë Kosova, si folëm edhe ma heret mrapa kamerës, kom pas shumë shtirë ku kom ardhë këtu me desa e mësova gjuhën mirë edhe njoftova popullin shqiptar taman kështu po menoj. Ka qenë një rrugtim për mu shumë e gatë, po edhe veçantë edhe që ata i kisha përmen kështu si një ndër udhëtimet që ka ndryshu totalisht jetën tanë. Mirë. A ki shkru në e letër dashurie? Oh, wow. Po. E më shkrujt me siguri kërë kom pas 7-8 vjetë. Kërë më ka pëlqyna e kushina i sen. Kena shkujt një letër edhe jena shkuj e kena qute dera të vremë. Vesh që ata e maj menë, se kështu për ndryshe jo. S'po gudzojnë atash. S'po gudzojnë atash me shkujt kur pa një. Tash WhatsApp-i me bere. Tash vaj bere me WhatsApp-i. Okej. Qka kështë dash me provu diçka që se ke pas gudzimin me provu dhe i tash? Diçka që ke dash me provu gjithmonë, po nuk e ke provu? Mu gjujt pra aeroplanit. Me parashut? Yes. Jo se pa parashut. Pa parashut se kom njetë. Said I told him I am. I say time out. Put it down with it. Put it down with it. Got me crazy. Kishe mujt me full diçka në aksentin britanes. Of course. Nice. Would you like a cup of tea? Yeah, I would like. Would you like tea rushi or Rushi. rushi? Tregoj personit për bol sa i mirë është, tash 3 veta në ki për bol, të dush më është më tregoj. Atëherë, blend, du shumë. E nguci blendin shpeshare, tham djali jam se është ma e rio prej ekipit Manis, po e kam djallë shumë veçantë, si kina përmend tash fjallin veçantë shumë, po e kam me të vërtet si një vllat vogël dhe kur s'mune dikush tjetër me qëndru afër meje, këtë gjithmonë vjen, edhe kur ka punë shtëpis, na i sanë më ndihmon. I ndihmon mamit. Çka ke hangër kohën e fundit dhe që të ka pëlqy mas shumë ti? Kohën e fundit me tregu drejt, që një 10 ditë çdo ditë edhe që tash që po ma bën këtë pyetje pe vrejt që veç këtë ushqim me ku hangër çdo ditë, është tash pe para menoj kamarierat e restoranat kanë me kesh kur e shoh këtë intervistë, kanë thënë me të vërtetë ç'ashtu është. Ku hangër risotto me perime dhe karkaliza deti. Mirë. Çdo ditë. Çdo ditë.
A kemi vazhdu me hongër atë? Me siguri ka me vazhdu me hongër, po që tash për vrej që një 10 ditë po nuk të vish që ata i kom hongër shdo ditë. Nuk e ke ndru. Nuk e kom ndru, përveç sosi djeks ose soja. Veç që të dy sosat e kom ndru nashta. Mirë. A të ndodhë shpesh me ti në telefon në i kush edhe me pritu me qelë? Jo. Nuk ndodhë. Jo, nuk ndodhë. A mbon ditar tjetës? Okej, tash... Mas e kjo intervist, po buhet një intervist shumë e sinqert, edhe po zbulojna surpriza edhe sane që s'kemi fol asnjëherë në për televizionet tjerë ose me gazetar tjerë. Tash, ju kam edhe si të shpis. Kom dasht me a fillu me majt një ditar apet. Pse m'ka marrë malli me shkruj diçka me një letër, se në ditë sotit shumë sane jam bo kompjuterike, telefonat, iPhone-at, gjithçka, edhe për me qenë diçka pak ma personale, unë e menoj që ditari është ma e fshehun edhe ma e sigurt se sa telefoni. Se dhe telefoni nuk është e sigurt, as pak. As pak, kështu që kush do që shekit intervjist, që e gjinë në ditare shumë të bukur, të mirë edhe të sigurt me një qels shumë të mirë, edhe jo nuk ban me majti atë qelsin rezervë që është. Me pru komplet. Kum dasht, o kom plan edhe jam në kërkes për një ditar shumë të mirë edhe të trash. E du m'jam fillu mu shkrej në ditar, sepse edhe tekstet derivon. Kreti kum shkrujt me një letër, kur kum shkruat në studio me në qëzu. Dhe ajo është përgjigja ja, misar. Okej, tafi. Sa kilogrami ki për momentin? 59. Mashallah. A ke mendu ndonjëherë me realizu dokumentarin e jetës tënde? Po, veç pse që dokumentar garant prehet edhe bojnë 3 filma, tekin 1, tekin 2, tekin 3. Mirë shumë. Kush është personi që të bën gjithmonë të lumtur? Sara ta kanë. Është mami jam. Veç ajo është që më bën shumë nervozë ose shumë të lumtur. Shumë nervozë ose shumë të lumtur. Veç ajo është tash të gjitha nënat janë gjithçka për fëmijën e vet, po ne që jemi rrit vetëm vajza në familje dhe kemi një nën, mos themi Iron Woman, që ka kalu shumë sene dhe ne kemi kalu shumë sene familjarisht. Ajo është një person që të bën shumë të lumtur në çdo që e shoh. Amazing girl. I want you in my bed. Can I get a time out? Mos u tut me mu afro. Ke marrë ndonjë puthje për shumë Valentin? Po. Mirë. Faleminderit. A mundu me ditë pi të person? Kisha pas dyshim me mojt të fshihun. Gjëja e parë që e bën kur të kthehesh në shtëpi, në banesë. Gjëja e parë që e bëj kur kthehena në shtëpi është i kam atë bozën të mrekullueshme në kuzhinë. S'muj me najt pa muzik, as në kerr, as banes, as kur bi me flajt. Kështu që gjëja pa që bëj kur kthehena në shtëpi është të shkoj në boze dhe lëshoj një listë aty dhe ja lëshoj volume shumë të lartë, tani vendosi çka po du me bo mas pare. Okej. E çka vendos zakonisht? Ta shumë varet, ta jam kthy prej fitnessit, ka me dalë në ekone. Okej. Sa e njoftë shkon në fitness edhe a përdor proteina? Unë shkoj 6 herë njoftë. Diellave kam pushim dhe po pi proteina çdo ditë mas me njerë mas ushtrimeve. Naturale. Është
whey protein është proteini më i pastërt për momentin që ka zonë vendin e parë në tregun e fitnessave dhe proteina në botë. Kështu që jam shumë e dhënën mas fitnessit dhe mbas produkteve të fitnessit. Vesh e pi protein me gjithë qef mas ushtrime. Unë i tham akullore asaj, se më duket si me hangër akullore, si me mjep në edhe dhuratë që kom ushtru shumë në fitness. A ke bo nëherë aksident me makinë? Po, Sa herë? njëherë. Ves njëherë. Njëherë kom të folë në telefon, kështu që është me të vërtet një mësim dhe më kapin emocionet kur e shoh na e shoku se na e kanë të shkujt tekst ose të folë në telefon. Sa është të vozit. Mirë. Cilat janë veset ose shprehit tua gjestet më të shpeshta që i ki? Që ti përmendin edhe tjertë? Është që kur jam në bised, i fillit shumë mas pari, e dyta shkon kadale shkon kadale të më rrit vullumi i zonit, vish kur përsha vetën të fukshto, edhe tani, shku ma po ta fim, nale zonin, edhe me dur, shprena shumë, kështu që tu janë 3 sanët që kam që mi përmenin shoshnia, unfortunately. Pyetje shumë e mirë. Varet, për çka bojt fjala dhe pse prap në plot aspekte trunje pe mun zemrën, jo çdo herë me dëshirë, po ma shumë kisha pas qef me zemrë me marrë plot vendime, dhe pse shumica, po ka vendime që marrën me zemrë, po filtrohet me trua, për këtajnë. Shtjellën emocionet. Shtjellët. One për vetë mendoj që vendimet mas mira është me marrë me zemrë, po tash të s'po ki qare pa marrë shumicën e vendimeve me tru, për shkak rrethona. Mirë. A të ka ndodhur ndonjëherë me harru ditëlindjen e dashurve tu, njerëzve ma dashur, njerëzve të afërt, shoqënisë, dikujt? Po. Unë jam me numra nuk jam mirë as pak. Unë muj me marrë numrin më të lehtë në telefonit edhe nuk kushtoj vëmendje, ose jo vëmendje, po nuk e mësoj numrin për mensh. E regjistroj edhe numrin të në telefon, shkuj my number. Besoj që është edhe për shkak stresit, për shkak punës, pa gjumësisë, se përpara nuk e kom pas këtë problem, veç e kom vrejt me viteve të fundit që ka ndohë në herë me harru datën e shoqës a me shokut. Edhe pse kjo nuk ndodh të familja, nuk ndodh asnjëherë. Po të shoqënia ndonjëherë. Qa kishe bu nëse gjatë një dite ishe kone pa dukshme? Une? Qa kisha bo? Gjithë shka isha knaq ka rënd. S'm kish pa kërkush. Thjesht nuk përdi qa kisha bo kështu. Kisha mujt edhe me fluturu edhe mu kone pa dukshme, ajo është... Si shongur me kur gjë, ala ma mirë. Po dhe. Mirë. Vetëm 3 gjëra që do t'i kishe marrë në një ishull me veti. Tri gjëra. 3. A ka shteg? Një ishull, me ngo mundësi. Se bjerë. Më varë çfarë ishulle. Okej, elektronike asnjë si kisha marrë, edhe s'mune është, me siguri. I kisha marrë 3 gjëra. I kisha marrë një person të veçantë me veti. Kisha marrë... Kështë të thotë sushi, po që sushin e marroj atje në za peshkun edhe i prej edhe.
Një gitare, Një gitarë. personin e veçantë, edhe një shishe Hennessy. Zgjedhja shumë interesante dhe shumë e mirë. Një komplet me shishe Hennessy, jo veç një. Mirë që ndrovë, Po se tash, njerëz. jo, kështu thonë janë një komplet bira, po një komplet Hennessy-a. Okej. A shë ëndra çuditshme? Po. Shumë? Me periode. Ka periode ku nuk shoh ëndra hiç, po bashkë që tash më keni në zonë me një periode ku jam të shoh, Të pa jam të ëndra. pa, më fal, jam të pa ëndra mos çdo natë. A ki me veçu në ëndër? Me tregu drejt nuk e maj men shumicën e ëndrave hiç, veç e di gjatë procesit gjumi. Pe di kur qona për gjumit në qato momente me sekonda, pe di për afërsisht qa kum pa në ëndër. Tani harën. Edhe e harroj, veç për momentin këtë po folim shumë sinqerisht. Normal që ka gjelozi shumë. Kështu të thonë nuk e di pse, pse unë menoj që si cili veçohet në mënyrën e vetë, si cili ka stilin e vetë edhe pse nështë anë e zhondër do këtë pak se ngjajshme, unë prapë menoj që si personazhe, si karaktera jemi totalisht ndryshe, po unfortunately ka shumë xhelozi edhe është shumë gjëna, se tash po bjen fjala prapë aty ai përdor zemrën ose trunin cëllën ma përpara, e tash po mundesh më shpreh me zemër fort në stratë se ta keq përdorën ata, veç po, ka. Filmi yt i preferum. The Fault in Our Stars, është një film që e kom këshyr tash 10 herë po m'duket, dhe shumë ka pëlqyer shumë. E di tash kam me thonë publiku that's cheesy, s'unë këshyri shumë action, këshyri shumë këto filma, mos thëmë që këtë filmat e kom pa. S'po ju tregoj ku prej kajt i kom pa, i kom marrë, dhe që i kom pa, krejt. është një film që më ka lënë përshtypje që se kam probleme me këshyra dhe kur jam vetë. Shtratin tim. është The Fault in Our Stars. Mirë. Frika jote më e madhe? Frika e më e madhe është ajo është më humbë nënën tem, ose në janë të artë familjes tem që për të frika më e madhe. Mirë. Typistik. Bashkë. Okej. A mundesh për fund me kënu refrenin e Zamadanit? Wow. Gjamadani via via, është Kosova, është Shqipnia. Qaç! Mirë shumë. Edhe cilë është mesazhi yt për fund në një mënyrë të veçantë për këtë fansat e tu? Për këtë fansat e mi, sinqerisht mendoj që e kam fansat më të mirë të më botu, mi falenderu sinqerisht shumë Definators, të gjithë ju që na shikoni këtë emision, sepse nuk është lehtë me qenë artiste, nuk është lehtë me asë jetën e përditshme. Dhe mbështetja e fansa më ka ndihmu shumë gjatë karrierës dhe hala më ndihmojnë shumë edhe më shtyn me punu ma shumë, kështu që i falenderoj shumë. Kam e pas projekte të reja cilat presit me dalë së shpejti edhe ato. Dhe ju du shumë, ju falenderoj edhe Mani's ekipin tem. Ju falenderojmë edhe DJ-un i ri, Antonin i ri që kemi një Mani cili është DJ Flow.
Kaq, shumë faleminderit. Ne falenderoj edhe kolegë timi që e kam njënin që kemi mbrapa kandidat që është musafiri jona veçantë, është Evi. E përshëndes të gjithë, ja uroj suksese të gjithëve në projektet e tyre. Ju falenderoj edhe juve, ju du shumë. Radio Televizionin në Stene. Faleminderit shumë Dafin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për gjithçka e të urojmë suksese. Shumë faleminderit. So I'ma put it down with it, put it down with it, put it down, down with it.